Okej, ndërkohë jeni pak më parë ishte edhe Klevio Ahmeti ka dëshmuar çfarë ka ndodhur në procesin për Leret Axhiun, dhe çfarë tha Ahmeti pas. Reperi i njohur si Klevio Ahmeti, është paraqitur për herën e dytë në gjykatën e posaçme, megjithatë edhe këtë herë ai nuk ka arritur të dëshmojë në procesin në ngarkim të bandës Leret Axhiut. Seanca gjyqësore është shtyrë ku Klevio Ahmeti, pra Klevio, është thirrur nga SPAK të dëshmojë lidhur me një episod sa i takon vendosjes së një sasi eksplozivi në bizneset e reperit tjetër të njohur Noizi, por duhet paraqitet sërish Klevio në një seancë tjetër ku ai të dëshmoi para gjykatës. Kujtoj këtu që seancën e kaluar dëshmoi reperi tjetër Rigel Srajku, i njohur si Noizi, i cili deklaroi se Klevio Ahmeti është një nga fansat më të mëdhenj të tij, por për shkak se nuk arriti që të futej në marrëdhënie shoqërore me të, ai vijoi që ta ofendonte në rrjetet sociale, duke treguar dhe konfliktin fizik që ai pati në lokalin e tij, ku Klevio shkoi me disa shok dhe ofendoi. Noizi rrëfeu se ai e qelloi më pas me grusht, dhe Noizi madje ka pretenduar se ai e ka përndjekur në rrjetet sociale duke e ofenduar që të tërheqë vëmendjen e audiencës. Lidhur me këto deklarata, në fakt Klevio Ahmeti ditën e sotme lëshoi dhe disa etiketime për Noizin, duke e cilësuar atë me disa fjalë nga më të ndryshmet, dhe nga ana tjetër ai tha se nuk dëshiron më që të bëhet shok me Noizin, ndërkohë që përmendi edhe disa episode të tjera që sipas tij reperi ka patur të kaluar probleme jo vetëm me të, por dhe me persona të tjerë, madje edhe me familjarë të tij, të cilët i ka akuzuar për akte të dhunshme, ndërkohë që në fund i pyetur lidhur me protestën e fundit që po zhvillohet, protestën në barë kombëtare të mira qytetarëve, të cilët kanë mbushur sheshin e Tiranës, por dhe qyteteve të tjera. I pyetur për këtë protestë, Klevio deklaroi se ai është me Ramën, me kryeministrin, duke e cilësuar dhe etiketuar atë edhe me emrin Bosi. Okej, Eni Ferrati, faleminderit shumë për këto detaje që solle. Do të jemi sërish bashkë nëse ke zhvillime të tjera. Të përshëndes edhe punë mbar.